Tension dhe pakënaqësi para bashkisë së Durrësit ku një grup banorësh u mblodhën për të kundërshtuar projektin infrastrukturor që sipas tyre rrezikojnë shëmbjen e banesave ku jetojnë prej vitesh. Protestësi u bashkuan edhe familje nga zona e Currilave, si dhe qytetarë të prekur nga projekti i njohur si TIT. Banorët thonë se nuk janë informuar zyrtarisht nga institucionet për fatin e pronave të tyre, por lajmin për prishjen e mundshme e kanë marrë në mënyrë jo formale. Sipas tyre, kjo situatë ka krijuar pasiguri dhe ankth, pasi ende nuk ka një komunikim të qartë për procedurat, afatet apo alternativat e strehimit. Projekti parashikon zgjerimin e rrugës që lidh zonën e Currilave me aksin Aleksandër Goga, një investim që autoritetet e konsiderojnë të rëndësishëm për lehtësimin e trafikut dhe zhvillimin urban. Megjithatë, për banorët ky investim po përkthehet në humbje të shtëpive dhe pasigurive për të ardhmen. Një tjetër shqetësim lidhet me vlerën e shpronësimit. Sipas tyre, dëmshpërblimi i ofruar nga bashkia është shumë më i ulët se çmimi real i tregut të pasurive të paluajtshme në Durrës, çka do të bënte të pamundur blerjen e një banese tjetër në të njëjtën zonë. Ata theksojnë se po e cënohet drejta e pronës dhe kërkojnë zgjidhje konkrete, strehimi, jo thjesht kompensim financiar. Në protestë morën pjesë edhe banorë të prekur nga projekti TIT, të cilët u përballën me këshilltar bashkiak dhe përfaqësues të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit. Ata kërkuan sqarime dhe garanci ligjore për mënyrën se si do trajtohen familjet që rrezikojnë të mbeten pa banesë. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë në reagimet publike nëse nuk do të ketë transparencë dhe dialog nga ana e autoriteteve, duke kërkuar që çdo investim të mos realizohet në kurrizë të jetës dhe sigurisë së tyre.